Shqipëria po përballet me një përshpejtim të kurrjes demografike, ndërsa në vitin 2025 u regjistruan 21.425 lindje, 8.1% më pak se në 2024, ose 1.885 foshnja më pak brenda një viti. Krahasuar me vitin 2021, rënja është ndjeshme, ndërsa në raport me fillimin e viteve 90, kur regjistroheshin mbi 82.000 lindje në vit, kurrja arrin në rreth 74%. Rënja është theksuar sidomos gjatë dekadës së fundit. Nga 32.715 lindje në vitin 2015, vendi zbriti në 25.000 në 2023, për të arritur në nivelin më të ulët historik këtë vit. Faktorët kryesor mbeten plakja e popullsisë, me moshë mesatare 44.3 vjeç, rënja e fertilitetit në 1.21 fëmijë për grua dhe emigracioni i lartë i moshave riprodhuese. Goditjen më të fortë e kanë pësuar Dibra dhe Korça. Rënje dyshifrore u regjistruan edhe në Fier, Elbasan, Vlorë, si dhe në Durrës, ku humbën mbi 300 lindje brenda vitit. Tirana mbetet qarku me numrin më të lartë të lindjeve, 8.830 në total, por edhe kryeqyteti shënoi rënje prej 2%, megjithse më e ulta në rang vendi. Shkodra regjistroi rënje prej 9.7%, ndërsa Gjirokastra, Kuksi dhe Berati gjithashtu shfaqën të kurrje. Të dhënat e vitit 2025 tregojnë se kriza demografike nuk kufizohet më në zonat periferike, por po prek të gjithë territorin, duke ngritur shqetësime për zhvillimin ekonomik dhe qëndrueshmërinë sociale në vitet në vijim.